Përshëndetje, sot do të përgatisim një recetë pastiqe me perime. Përbërësit janë qumësh gjysmë litër, makarona 150 gram të çdo lloji, 3 kokra vezë, 100 gram djath, 1 kungull, 1 karot, 1 spec jeshil, 1 spec të kuq, 1 filxhan kafe me bizele, gjalp, majtanoz, mëndërs, gjingjer, krip, vaj edhe një gotë ujë. Tani fillojmë nga përgatitja e recetës. Hedhim vezët, i trazojmë pak. Dhe tani hedhim qumshin. Mbasi vezët janë tretur mirë, hedhim sasinë e qumshit që na ka ngelur, e trazojmë. Hedhim dhe ujin, një gotë ujë. Hedhim kripën. Hedhim makaronat. Tani fillojmë dhe hedhim të gjitha perimet me radhë. Dhe mëndërzën, mbasi kemi hedhur të gjithë përbërësit, i trazojmë mirë të gjitha perimet, në mënyrë që të na përhapen në të gjithë sipërfaqen e tavës. E veçanta e kësaj tave është se të gjithë përbërësit janë të pazjerë, dhe makaronat edhe perimet. Tani do të hedhim vajin. E trazojmë pak. Dhe tani do të hedhim gjalpin dhe shpërndajmë me copa të vogla në gjithë sipërfaqen. Makaronat, tava duhet të ketë i ndyrën e dur, se pasaj makarona do ngjiten dhe do bëhen shumë të këqija. Është shumë e rëndësishme edhe kjo. Tava është gati për të futur në furrë. Do e vëmë temperaturën e sobës në 250 gradë fillimisht, do e lëmë deri në momentin sa të zjej tava, do e trazojmë mirë të gjithë sipërfaqen e tavës dhe pastaj temperaturën do e zbresim në 200 gradë dhe do ta lëmë deri në momentin që tava është e pjekur. Në këtë moment tava është gati për t'u serviruar.